Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuqi në bashkëpunim me Albania Leteraria dhe shoqatën e të përndjekurve politik të Shqipërisë kanë organizuar një event të rëndësishëm kulturor për prezantimin e librit me titull Njeriu që nuk duhej të vdiste kurrë, Shqipëria dhe regjimi i Enver Hoxhës. Në fjalën e tij rektori i Universitetit Toni Nxuraj tha se ky event nuk është vetëm një prezantim libri, por edhe një mundësi për të rikujtuar dhe reflektuar mbi pasojat e regjimit që kanë prekur shoqërinë tonë. Ky është një aktivitet në fakt, por nga ana tjetër është një dëshmi e hapjes së këtij institucioni ndaj komunitetit. Në fakt ndaj atyre përfaqësues të komunitetit që kontribojnë për këtë qytet dhe për historinë e tij. Për ne si institucion, për mua personalisht si rektor është nder i veçantë, por dhe detyrim i institucioneve të arsimit lartë për të bashkëpunuar me shoqatën e të përndjekur politik, për të analizuar të kaluarën në pikpamje shkencore, jo në mënyrë folklorike. E kaluara është histori, por qëndrimet dhe sjelljet e shqiptarëve sot ndaj tranzicionit demokratik dhe demokracisë në përgjithësi ndikohen, siç dihet, në një masë të konsiderueshme nga e kaluara tyre historike. Natyrisht, Shqipëria për cilën flitet në këtë libër, nëpërmjet dëshmitarëve të gjurmuar nga vetë autori Verga, që janë protagonistë të këtij libri, nuk ekziston më. Megjithatë, shfaqje aty këtu të enverizmit nuk mund të mos vrehen. Ndërkohë në këtë prezantim libri u prezantua edhe një dokumentar në kujtim dhe nderim të viktimave enveriste. Autori Giovanni Verdi u shpreh se ky libër është një dëshmi për të ruajtur historinë tonë. Një dëshmi e angazhimit për të ruajtur dhe kuptuar më mirë sfidat e të kaluarës. Ky libër tregon mbi Shqipërinë gjatë regjimit të Enver Hoxhës, duke sjellë në pa viktimat e regjimit dhe realitetin e kohës së asaj periudhe të vështirë. Në këtë prezantim libri ishin të pranishëm personalitete me ndikim të gjerë në fushat e historisë, letërsisë, kulturës dhe politikës.